Një lung qumshti u shfaq papritur te këmbët e Nurit. Ai u ste për një çast. U ngrit shpejt dhe shikoi rreth. Doli që pula kishte përmbythur pa dashje Ibrikun, duke bërë që qumshti të rrifte në një rrjedh të gjatë të ngusht përmes oborrit. Ajo që hutoi edhe më shumë ishte se asnjë Ibrik i tërë qumshti nuk mund të rrifte aq lart, dhe megjithatë qumshti vazhdonte të dilte pa pushim. Burri shkoi, mori Ibrikun dhe e vështroi me kujdes, por nuk gjeti asgjë pa zakont. Suçi vendosi të hidhte pak qumësht në një kovë bosh. Për habinë e tij, në 5 sekonda kova u mbush plot. Ai e shikoi Ibrikun dhe qumshti nuk u paksua. I entuziazmuar u mendua, mos vallë ky Ibrik prodhon vet qumsht. I habitur ai e drejtoi Ibrikun drejt një kove më të madhe bosh. Dhe vërtet, qumshti e mbushi shprehjen agro. Megjithatë, kur ai e ktheu Ibrikun përmbys, qumshti brenda u zhduk. Burri u mendua, duke dyshuar se nuk po e mbante Ibrikun si duhet, ndaj e mbushi përgjysmë. Dhe vërtet, kishte të drejtë. Në një kënd 45 gradë, qumshti nuk mbaronte kurrë. Duke parë prodhimin e jashtëzakonshëm, burri u gëzua pafund. Ai shfrytëzoi mundësinë me Ibrikun e qumshtit, duke u bërë shitësin më i famshëm në qytet. Megjithatë, pasuria tërhoqi hajdutët. Një natë me stuhi, 2 hajdutë u futën në vilu dhe vodhën Ibrikun e çmuar. Zhurma alarmoi menjëherë lojen. Gjatë ratisjes, burri rrëshqiti dhe hodhi aksidentalisht Ibrikun e çmuar në lumin e tërbuar. 2 javë më vonë, Ibriku u gjet poshtë lumit nga një grua e moshuar. Fillimisht ajo nuk vuri re asgjë të çuditshme te Ibriku, derisa vendosi brenda disa ushqime të thata. Dhe për habinë e saj, ushqimi vazhdonte të shumëzoi. Duke nuhatur një mungë si biznesi, ajo nxori shpejt një kartë monedhë dhe futi brenda. Dhe papritur, ndodhi një tjetër mrekulli.